Nëse deri dje ne kishim një punonjës për objekte arsimore të cilat lyeshin një herë në shtator, sot po flasim për shkolla me standarde, ku ka sisteme ngroje, ku ka sisteme solare, ku ka laborator informatike dhe ku ka nevojë për një staf më të shtuar, se unë po marr një element për të shpjeguar logjikën e shkolla me standarde, po i ke parë raportet e PISA se çfarë thonë për adoleshentët tonë 15 vjeçar, që dalin analfabet funksional dhe janë krah Palestinës edhe Sirisë që janë vende në luftë, vende me cilat e kemi ngjashme. Jemi duke folur për numrin e administratës në këtë vend dhe pse numri i administratës, po jo pra se folje për arsimin. Po fola për gjithë për arsimin. Në këtë cilën fush, do të kapësh bujqësinë. Ja pyete zotrinë, e ke nga Fieri. Hambari bujqësor i Shqipërisë. Pyete pak si është situata me fermerët. Mund ta pyesësh. Si është situata me fermerët? Qoftë me numrin e fermerëve, qoftë me ato se çfarë prodhojnë. Situatë në degradim total. Pra pse? Se ndër tjera ka dështuar dhe kjo reforma për pushtetin vendor. Dakor se ti ke një bashki të madhe të Fieri që do duhet merret edhe me gjithë ato fshatrat. Kur ndërkohë ti mund të kishe edhe komuna që janë të specializuara në sektorin e bujqësisë dhe do të ishin shumë më produktive. A kishin kapacitetet komunat e mëparshme të bënin një plan të zhvillimit rural? A kishin kapacitetet për të bërë një plan të zhvillimit të turizmit? Me numër popullsie më të madh se Rubiku, më të madh se Klosi, më të madh se Fushazi, a kishin kapacitetet dhe a mendohet të kenë sot kapacitetet të burimeve njerëzore të cilat hartojnë, projektojnë projekte të afta për të marrë fondet bashkimit evropian? Bashki si Fieri, si Lushnja dhe si Korça. E dini ju zotri se sa ka qenë